Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Infoftes, këtu në televizionin Sot 7 dhe për këtë të enjte. Do të kemi sonte një Infoftes artistike, saktësisht në qendër të saj është kolonia ndërkombëtare fotografisë Glind Koloni. Së pari ju ftoj të ndjekim një material dhe më pas do të prezantojmë edhe të ftuarin në studio. Në ambientet e shtëpisë së miqve në Pogradec ngriti si parin e tij projekti Glind Koloni. Kolonia ndërkombëtare fotografisë është një iniciativë artistike që ndërthur artin e fotografisë me bukuritë natyrore dhe kulturore të Pogradecit, të mbrojtura nga UNESCO. Në këtë sens, projekti bëri bashkë në Pogradec 10 artistë profesionist, fotograf, vendas dhe ndërkombëtar, në një eksperiencë unike, ku natyra dhe krijimtaria artistike harmonizohen përmes landscape-it, fotos dhe detajit. Kolonia për 2 ditë do të prek Pogradecin, Linin, Drilonin dhe Tushemishtin, vende ku fotografët do të shkrepin fotot e tyre profesionale. Përmes krijimit të një platforme, fotografët do të ndajnë njohuri, praktikojnë teknika të reja dhe krijojnë lidhje artistike. Kolonia zhvillohet në pranverë, moment ky kur drita e natyrës pasqyron bukuritë unike të liçenit dhe peizazhit kulturor të zonës. Projekti është një piknisje që do të zhndërrohet në 3 ditë artistike të përvitshme, frymëzuar nga ndjesia hyjnore që krijon drita në liçen. Emri antik i liçenit të Ohrit, Lychnidas ose Ahridas, do të thotë liçeni i dritës, i cili në çdo kohë merr ngjyra të panumurta, duke krijuar një spektakël vizual që ka frymëzuar dhe frymëzon artistët në shekuj. Është një koloni fotografie ndërkombëtare. Shtëpia e Gjelbër me idenë e Glind Koloni aplikoi këtë vit pranë Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe ne kemi mundësinë që sot të kemi 10 fotografë profesionistë, të cilët janë duke fotografuar ndriçimin e qytetit tonë, jo vetëm të liçenit. Siç e dim, Pogradeci ka edhe fatin të ketë liçenin e dritës, pjesë të tij, kështu që edhe ne nuk mundet të anashkalonim edhe në titullin e kësaj kolonie, që zhvillohet për herë të parë këtë vit, por që do të jetë e përvitshme. Të shpresojmë që ne të kemi foto shumë të bukura në fund të kësaj kolonie, të cilat do të na shërbejnë ne për projektet e tjera të shoqatës, ashtu siç kemi bërë edhe vjet këtë vit, të vazhdojmë me punën tonë. Është një eksperiencë shumë interesante, jo vetëm për fotografët që sigurisht janë të mahnitur nga bukuria e liçenit, por edhe për ne, për të çuar më përpara jetën social-kulturore të Pogradecit. Kolonia e fotografisë Glind Koloni nuk është vetëm një ngjarje kulturore, por është edhe një udhëtim artistik që ndihmon në promovimin e Pogradecit si destinacion qendror për artin dhe turizmin. Projekti është financimi i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Në këtë kuadër kam të ftuar në studio arkitekten dhe ideatorin e këtij projekti, Diana Mile. Diana, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Si lindi ideja saktësisht, si shoqata Shtëpia e Gjelbër mundsoi këtë projekt Glind Koloni? Po ne nuk është hera e parë që mendojmë se çfarë mund të bëjmë edhe të frymëzuar nga qyteti jon, nga ato mundësi që të jep gjithmonë. Kështu që ishte një nga idetë tona të radhës që mori jetë dhe arriti të realizohet falë mbështetjes së Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ndër projektet e radhës, pas atij që bëm vjet në lidhje me peshkatarët, mundësia na u dha për ta aplikuar këtë dhe pavarësisht se ideja jonë ishte për ta krijuar një koloni pak më të gjatë dhe më të shtrirë, arritëm do ta bënim për herë të parë duke marrë atë, si të thuash, iniciativën nga ish-shkëlqimi, nga jorezja e dritës që bie mbi ujin e liçenit ton dhe që pasaj kthehet në një diçka të mrekullueshme dhe mahnitse për çdo lloj artisti, jo vetëm për fotografët, por duke menduar që fotografia është aq shumë reale sa kohë pas kohe ne na le atë mbresën e mrekullueshme që flet pa fjalë. Kështu që menduam që nëpërmjet fotografëve do të kishim mundësinë, ashtu si dhe shumë fotografë të tjerë e kanë bërë, ashtu si shumë persona të tjerë e kanë bërë, por në këtë mënyrë e kishim më të organizuar, jo vetëm për ne, për të përfituar ato fotografitë e tyre, por edhe për vetë fotografët. Aktiviteti jonë u zhndërua në një tryezë për ata që ne do ta shohim edhe bashkë, për të cilët kishte shumë vlerë edhe për vetë profesionin e tyre.
po sigurisht edhe workshope. Do të jemi në pjesën e dytë. Sa fotograf gjithsej bëri bashk Glin Koloni në Pogradec? Ishin 10 fotograf nga gjithë Shqipëria. Edhe ndërkombëtar. Po, edhe ndërkombëtar. Fakti që ishte një koloni e shkurtër, ishte për herë të parë që shpresojmë shumë që ajo të zgjatë, që të ketë edhe një kohë zgjatje më të madhe, sepse edhe vetë territori jon nuk të ofron vetëm atë buzën e liçenit, por siç e dim, çdo pjesë është e mrekullueshme, aq më shumë ajo që jo vetëm peizazhi natyror, por mund të themi edhe figura e njerëzve, komunitetit, pjesa sociale ishte ajo që bëri pjesën më mbretëslënëse tek fotografët, dhe ne do të donim shumë që vitet e tjera të kishim shumë herë më shumë mundësi për të ndërthurur fotografinë jo vetëm të peizazhit, por edhe atë kulturore, sociale, edhe në pjesën urbane. Po, megjithëse edhe herën e parë fotografia nuk ishte si të themi e përjashtuar kjo pjesë, fotografët patën mundësi të eksploronin pak liçenin, por edhe në rastet kur ishin buz liçenit, ishte prania e njerëzve nga komuniteti që troqi në mënyrë të... edhe ata vetë duke thënë komuniteti ishte miqësor në aparatin fotografik. Si gjithmonë, për çdo turist, aq më shumë në rastin e fotografëve, por gjithmonë pogradecarët janë mbretëslënës, janë shumë ikpritës, aq më shumë për artistët, pasi tek edhe vetë personazhet që u bën pjesë të fotografëve ishin të kënaqur pasi ata kishin diçka ndryshe nga ajo përditshmëria e tyre buzliqenit, kështu që ishte një, si të themi, një ndërveprim human shumë interesant. Ky është edhe qëllimi i këtyre aktiviteteve. Ndërkohë me sa di, ishte Bregliqeni Pogradecit, Drilonit, ushemishtit fokusuar në këtë edicion të parë. Duke pasur mund parasysh edhe motin që po bën lojrat këtë pranverë, gjithandej, ne sa mundëm për aq kosa ishte një 24 orësh për të kapur dritën në 24 orë në Pogradec, po, ishte Pogradeci, po edhe pjesa e vjetër, pjesa e pikave turistike, por që janë mbretëslënëse. Rrugicat edhe profesionet e artizanatit i kishin befasuar deri diku fotografët. Po, është e vërtet, në fakt, pavarësisht se unë i shoqërova, shikoje që ata kapnin detaje që ne i shikojmë për ditë dhe i kemi të zakonshme. Eksakt. Për ne janë të zakonshme dhe ata ngecnin në ato pika për të cilat mbase ne në përditshmërinë tonë nuk i evidentojmë, ose nuk i japim vëmendje, patjetër që nuk ju shpëtoi detajet e peshkatarëve, të gjelbërimit apo të zonave siç kemi plazhin e Uçkave, të fortesave, lulukuqet që kishin çelur, të gjithë ata që shëtisnin buzliqenit, por jo vetëm kaq, edhe pjesa e ndërtimeve, ne ecëm Buzlumit, u kthyem tek zona e Kisë. Na shoqëroj me fotografi ndërkohë, po. Kudo kishte diçka mbretëslënëse. Duke parë momente. Po. Kolonia nuk, përveç se rezultatit final që ka, të themi, përfundimin e një albumi fotografik ose një seti, një portofol me fotografi të kësaj kolonie, është shumë e rëndësishme për atë që artistët, fotografët arritën të ndajnë midis tyre, të shkëmbejnë ose qoftë edhe të përfitojnë diçka, duke e lidhur patjetër edhe me atë që morën nga Pogradeci. Por ata nuk njohën vetëm Pogradecin nëpërmjet asaj që shikonin, ne njohim Pogradecin nëpërmjet asaj që ne ju treguam, ku çdo pamje që ata shikonin në Pogradec lidhet me një histori, që do të thot arti në Pogradec është i lidhur me trashëgimin, me traditën, të gjitha ato për të cilat ne i kemi jetën e përditshme, për ata janë një frymëzim shumë i madh. Dhe si gjithmonë ishte një eksperiencë për ne në vazhdim, por gjithmonë shumë e veçantë për Pogradecin. Ishin 10 fotograf.
e thamë. Si u përzjodhen, jam kurioz, mund të kërkonin shumë, do të kërkojnë në vitet e tjera shumë. Po, është e vërtet. Numri u përcaktua nga mundësia që kishim ne për ta menaxhuar edhe për të përgjigjur. U përzgjodhen, në fakt, kishte një veçanti, pasi morën pjesë 2 grupe, 2 motra. Kjo ishte koincidencë, Leonora Milan ishte, po pra, ato kanë një studio të 2 motra dhe çuditërisht kur ne nxorëm njoftimin domethënë u ofruan edhe 3 motrat që janë së bashku artiste, sepse ato nuk janë vetëm fotografe, po janë fotografinë e kthejnë edhe në art, e kthejnë edhe në pikturë, e kombinojnë edhe me poezi, kështu që nuk mund t'ju ishnim të drejtën, pavarësisht se u bë shumë motra, të tjerët pasaj duke parë si të themi, u shpërnda lajmi nga një artist tek tjetri dhe ata njerëz që e gjetën veten për të duke shprehur dëshirën, në momentin që u bën vjet, nuk mundeshim të kishim të tjerë. Po. E kuptoj. Jo, se ndonjëherë kur ka 2 dhe 3 persona të një familje mund të zgjedhësh njërin. Në këtë rast ju I keni marrë të 3. Po nuk ishte, jo se I morëm të 3, por ato janë 3 motra të cilat punojnë bashkë. Domethënë ato kanë një studio të 3 bashkë, domethënë nuk mund të penalizoj fakti që ato janë 3 motra, nuk është se ishin veç e veç. Ato janë të 3, kanë një studio të tyre. Shumë interesante arti që ato bëjnë, sidomos të lidhur njeriu me natyrën, po të shohësh punën e tyre, edhe ato çfarë ato kanë publikuar të paktën deri tani në lidhje me koloninë, kanë qenë mjaft interesante, diçka tjetër përtej asaj fotos të landscape-it klasik që ne bëjmë për Pogradecin në çdo moment dhe që është vërtet shumë I bukur, por interesante ishte eksperimentimi që të gjithë ata janë duke krijuar me atë frymëzim që morën në Pogradec. Ne shëtitëm edhe të shemishtin, po jo vetëm atë pjesën turistike, ne shëtitëm fushat, shëtitëm pjesën që nuk duken, hymë në brendësi, shkuam, po, jo vetëm të fshatit, po edhe të zonave të tjera që janë të pa, po, përreth të shemishtit, për aq kohë sa na lejoj fizikisht edhe koha, po edhe moti, po edhe në koha si orë, kohë fizike, e shfrytëzuam të gjithën në funksion të kësaj kolonie. Kolonia na bëri bashkë edhe në një tryez, ku duke frymëzimin, duke marrë shkaz nga ajo që kaluam gjatë gjithë ditës, në fund kishim një diskutim. Jo, do mbetemi të pjesë e dytë. Dua të mbetemi prapë sërish tek ky eksplorim që I bën në ditën e parë të terrenit. U ndjen mirë, besoj, në gjitha pjesët e Pogradecit. U befasuan më shumë nga pjesa isha në dilemë që t'i lija të lirë, isha në dilemë që t'i lija të lirë që ata mund të shkonin ku të donin, apo të zgjithja që t'i shoqëroja dhe t'i të tregoja. Në fund ata më falenderuan që unë I shoqërova, sepse impresioni që ata krijuan nga çdo histori që ju tregova për çdo vend që shkova, I bëri që të kuptonin akoma më mirë atë që shikonin, por edhe ta ndjenin më shumë çdo pikë të natyrës pogradecare. Kështu që mendoj që ishte vërtet shumë interesante, unë për veten time e shijova si eksperiencë shumë të vlefshme për të gjithë qëllimin që ne kemi për vazhdimësinë e këtyre aktiviteteve artistike. Shpresoj shumë, të paktën nga feedbacku që kam marrë nga të gjithë artistët, janë shumë të frymëzuar që jo vetëm këta, por edhe të tjerë të jenë pjesë e aktiviteteve, jo vetëm si koloni, por dhe aktiviteteve të tjera. Ajo që më bëri përshtypje, sepse edhe ne ishim me ju në teren për të realizuar kronikën e ditës dhe u lëshuan me njëherë, si që duket I tërhoqi atmosfera, natyra, pejsazhi, ajo rezja që themi ne, ajo ngjyrë që ata kërkonin të kapnin, ndoshta edhe në një ditë me shi ose nga momentin në moment mund t'ja bekte dhe shiu. Kjo është magjia e liçenit ton. Unë e kisha këtë frikë që sa do frymëzoheshin duke dalë ose sa do arrin. Ta premton edhe në ditë të tjera. Kjo është e vërtetë dhe ajo që ka liçeni, ai frymëzim që të jep rezatohet kudo. Patjetër ne arritëm të kapim edhe figurat e peshkatarëve që janë shumë interesante, përveç bimësisë, gjithmonë ka tematika
shumë të veçanta, por ama të pa eksploruara në çdo moment, që janë shumë të vlefshme për jetën social-kulturore, mendoj. Ashtu është, mbetet një dokumentim shumë fantastik i kohëve, me këtë prurje që ju do t'i sillni tashmë po Gradecit, edhe që do ta diskutojmë pjesën e tretë me finalizimin e një album, që do të mbeten. Pa hyrë tek pjesa e dytë për diskutimet janë bërë, ju keni qenë pjesë e përzgjedhjes fotografive, seleksionimit tyre, kanë qenë vetëm bardëzi apo kanë qenë dhe me ngjyra? Bardëzi është përpunim, akoma nuk ka përfunduar. Ne patëm, po patjetër, ditën e dytë ne patëm një orar në gjatë të cilit u munduam të selektonim një sasi të fotove. Kishte patjetër edhe sete të caktuara bardëzi, por produktin final akoma nuk pasi ka vetëm 3 ditë, 4 ditë, dhe unë dua t'ju lekon që ata kanë të nevojshme që të arrijmë dot, pavarësisht se nuk e kemi në programimin e projektit një takim ose në bashkëpunimin do ta vazhdojmë deri në finalizimin e albumit, kështu që numri i fotove unë dua ta reduktoj sa më shumë që të marr atë produktin më të mirë, por ka qenë shumë e vështirë për fotografët, të cilët duan domethënë të jenë të gjithë përfshirë në ato që fotografuan. E kuptoj. Sigurisht për të evidentuar edhe eksperiencën e parë të tyre. Se eksperienca e parë ka shumë rëndësi ndonjëherë. Ishte eksperienca e parë në këtë lloj aktiviteti, pasi pjesa më e madhe e tyre e njihnin po Gradecin, e kishin fotografuar në mënyrë individuale, por jo në këtë mënyrë grupimi apo mënyrë shëtitje, kështu që për ta ishte vërtet e bukur. Unë të paktën sa kam parë ato që ata më kanë treguar deri tani nga punët e tyre, janë të veçanta, janë shumë të veçanta. Edhe intriguese. Pasi janë nga spektra, nuk janë të njëjtën teknik, nuk janë të njëjtën zhanër, sikush ka atë të vetën, pa i detyruar për t'i thënë që fotografoni peisazh dhe kaq. Sikush fotografonte atë që ai e ndjente për të tërheqse. Po, dhe përveç se grupimi i artistëve, ndarja e eksperiencës, mënyra se si ata diskutuan në lidhje çfarë fotografojnë, çfarë mund të fotografojnë, ose çfarë s'duhet të fotografojnë, diskutimi ishte shumë interesant. Ajo që mendoj që ka shumë rëndësi për atë që ne jemi nisur, ka dhe glint, është shkëlqim. Fjala është një fjalë të cilën e menduam në mënyrë simbolike dhe diçka që të ngelet për gjatë ose të jetë diçka e re përveç asaj që ne kemi liçeni i dritës apo Afrida. Mendoj që të grupuara këto fotografi ne na vlejnë jashmase për projektet e tjera që kemi në shoqat. Pasi shoqata jon ka një eksperiencë në projektet kulturore, por jo vetëm kulturore. Ne kemi eksperiencë edhe në projekte mjedisore, në biodiversitetin. Keni pasur një projekt mbi drinin. Ditën e drinit. Keni pasur një aktivitet tjetër për imazhin e të Olgës. Po, arkitektët që kanë krijuar shtëpinë e Gjelbër kanë qenë iniciatorët dhe organizatorët e të gjithë organizimit atij sheshit edhe të diskutimeve se si do vendoset. Po, janë shumë vite përpara, po kemi qenë ne që kemi arritur e grupit tuaj ideuesve dhe sigurisht shoqatës. Po, ndërsa në kohët e sotshme ne flasim shumë herë për UNESCO, ne flasim për speciet, por ama në shumicën e rasteve mund të përmendim një emër, por me një fotografi shumë të bukur të një fotografi të mund ta njohësh shumë mirë një specie të caktuar, dhe nëpërmjet asaj fotografie ne kemi bërë një punë shumë të madhe duke mbrojtur biodiversitetin. Pra ndërthurim artin në lidhje me biodiversitetin ose me bukuritë e natyrës së Gradecit. Pra, zhvilloni gjithçka në utilitet dhe më vjen mirë për këtë gjë. Mirë, ne do të kalojmë në publicitet dhe në pjesën e dytë do të flasim për ditën e dytë të kolonisë, takimet, workshopet për zgjedhjen e fotografive. Publicitet. 5, 4, 3, 2, 1. Ajo e përballonte çdo stuhi me buzëqeshje, me energjinë më pozitive. Pra nëse je nga Afrika, si je bardh, më
interesante? Hej, unë ditë fuz ju dorë më goj, do në të shosh? Gjokësi im më të rëgon çdo herë që vjen stuhia. Sepse disa stuhi me zi i pret. Hej, përshëndetje! Aktualisht janë 20 gradë dhe ka 30% mundësi që ka filluar një stuhi. Ndi stuhin. Storm Energy Drink. Your hair color is as beautiful as mom's back in the day. Long-lasting, intensive, and caring colors. From Palette, Europe's #1 in coloration. Palette Intensive Color Cream for all shades of life. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it, change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it, plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it, change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it, plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Jack Lori Cafe, Jack Lori Cafe, Jack Lori Cafe, Jack. Skip zbuloi sekretin për të gjitha llojet e njollave dhe me që i njohim aq mirë, ne kemi krijuar Skip Active Clean. Skip Active Clean ofron rezultatet më të mira në menjanimin e njollave të forta, fal fuqisë së tij të zbulimit të njollave. Skip Active Clean, partneri juaj kundër njollave të forta. Ruajeni në vende ku nuk arrihet nga fëmijët. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy in this doing you ain't never seen. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Publiciteti na ka rikthyer në pjesën e dytë. Zonja dhe zotërinj, ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftesë këtu në televizionin Sot 7. Me mua vion tjetë e ftuar arkitektja ideatore e projektit Glin Koloni, që është aplikuar në Pogradec, Diana Mile. Diana, tham që dita e dytë solli diskutime, solli tryezën e le ta quajmë debat konstruktiv, workshop për zgjedhjen e fotografive. Si u ndjen të 10 artistët? Nuk ju doli koha, në kuptimin që rodhi aq shpejt dhe ishte aq e mbushur sa do donim të kishim edhe pak më shumë kohë, po ajo që unë e dija, por edhe që doli në fund të takimit, ishte që kishim nevojë për një ekspozit. Po që nuk ishte e mundur të ndodhte për brenda aq shpejt, kështu që unë e kam në konsiderat, patjetër që përveç atij albumi është e gjithë kjo një po, mund ta kemi këtë mundësi që në një moment tjetër të zhndërohet ose vitin tjetër. Në një edicion të dytë, po, mund shoqërohet. Qoftë edhe për këtë të parin, nëse na jepet mundësia, ata do kishin shumë dëshirë të kishin atë përballjen e punës së tyre me publikun këtu, qoftë edhe në Tiranë, nuk sa më e rëndësishme ishte ai komunikimi të kishin me si fotot janë, edhe pastaj ky debat konstruktiv dashamirës edhe kritizer mund të vijojë me ekspozita ndryshme duke shtektuar në qytete. Është drejta e çdo artisti që në fund të ketë mundësinë ta publikojë produktin e vet. Kjo është mëse normale, kështu që nëse ajo do të kishte përfunduar, do të ishte më gjatë në kohë dhe do kishte mundësi për t'i ekspozuar, patjetër që do ishte diçka me një rezultat ose të thuash satisfaksion të tyre më të madh kundrejt publikut të punës së tyre. Po, unë ftoj edhe shikuesit të ndjekim ditën e dytë në kronikën që ne kemi realizuar dhe pastaj ne do të diskutojmë sërish. Dita e dytë e kolonisë ndërkombëtare të fotografisë Glin Koloni vijoi në ambientet e Vilës Art në Drilon të Pogradecit. Përmes krijimit të një platforme artistike, fotografët e Glin Koloni ndanë njohuri, praktikuan teknika të reja dhe krijuan lidhje artistike mes tyre. Veç fotografive në terren, Kolonia vijoi me workshope dhe një forum diskutimi, nga i cili u përzgjodhen shkrepjet më të mira fotografike të Pogradecit artistik, fotografi të cilat do të çojnë dritën e publikimit përmes botimit të një albumi luksoz që do të përjetësoj magjinë e ngjyrë të Pogradecit turistik. Vetë fotografët profesionist nga vendi e bota ndan këtë eksperiencë
përmes televizionit sot shtat. Një eksperiencë tepër e bukur, një fotografe nga Shkodra jam unë, e kam marrë dhe kam shiju Pogradecin në një tjetër dritë. Ishte një eksperiencë e bashkëndarë edhe me kolegë të tjerë fotograf, duke pa ngjyrat e mrekullueshme të Pogradecit. Gjatë kësaj kolonie unë mësova të eksperimentoj me fotografinë e peizazhit, duke qenë se nuk ka qenë pjesë e objektivit tim fotografik, por kjo eksperiencë më mësoi dhe më hapi horizonte të reja krijuese. Për mua ishte në kënaqësi shumë të madhe dhe një nder që më ka mbushur një grup shumë spontan edhe e kam mësuar shumë nga artistët që janë. Pjesë e kolonisë. Pjesë e kolonisë. Nuk mund të mos të bie në sy dashmëria e njerëzve, ngotësia, afërsia që ata kanë me ty edhe ata mund të jenë mirë me fotografin dhe fotografinë në përgjithësi aparatin. Po, nuk kanë pas siklet në përgjithësi në shumë vende ndryshme njerëzit e ndjejnë sikleta. Po, kësa ata janë shumë të hapur, domethënë ndërkohë vazhdojnë procesin e tyre të përditshme. Nëpërmjet kësaj kolonie kemi arrit me pa një mënyrë diverse edhe qytetin, edhe banorët, edhe për mua ka qenë tetë frymëzuese, si nga ana produktive e materialeve, por gjithashtu edhe nga ana e veprimit social. Këndi që ju ka bërë më shumë përshtypje? Po këto rrugicat që shikoje këto njerëz që duke punuar, duke bërë puna akoma artizanale, që nuk i gjen ndoshta në qytete të mëdha si Tirana, janë ata gjëra që të lënë shumë bresa. Ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë. Domethënë sidomos kam pas ardhur shpesh në Pogradec, por këtë herë ka qenë një lloj ndjesie tjetër që jam lidhur më shumë, duke te Diana që na ka ndihmuar, ku na ka treguar më shumë për zonës dhe ne jemi lidhur më shumë me zonës. Për mua ishte hera e parë në Pogradec dhe ishte një eksperiencë shumë e veçantë. Më pëlqeu shumë peizazhi, kishte larmishmëri ngjyrash dhe mbi të gjitha drita kishte një gjuhë që fliste në mënyrën e saj në heshtje. Sa herë që vim Pogradec, zbuloj gjëra të reja. Është qytet që ndryshon, kemi takuar njerëz, kemi komunikuar me ta edhe kanë qenë miqësor me aparatin. Goxha miqësor. Ndërsa jemi në pritje të botimit të albumit, ju urojmë Klint Koloni jetë gjatësi në qytetin bregliqenor të Pogradecit. Tipa interesant në fakt të 10 artistët, edhe në mënyrën e diskutimit. Po patjetër. Individualitet që kanë për ta respektuar. Tham workshope, forum, diskutime. Tani të presim vitin tjetër për këtë, por kjo është një proces pune për ne. Pati një indicje, pati një energji, që besoj se për atë pjesë të njerëzve që u përfshin, ishte një energji pozitive, që qofte edhe pasi mbaruan këtë aktivitet, u rikthyen me një energji më të mirë, ndërkohë që për ne pati një spunto shumë të madhe në punën tonë, dhe në vazhdimsinë e këtyre aktiviteteve që ne duam të krijojmë për Pogradecin. Sigurisht i shoqëruat këta 10 artistë në këto 2 ditë, bët dhe sugjerime besoj, apo nuk ndërhyt? Unë isha vetëm shoqëruese, nuk do të thotë që unë jam e përjashtuar nga fotografia, pasi edhe vetë në një farë mënyre fotografoj, kështu që të paktën në pjesën e diskutimit se çfarë është fotografia ose çfarë ato pyetje që unë i kisha përgatitur për ata, patjetër që isha pjesë e tryezës, por në pjesën e fotografimit unë bëra atë që atyre ju vlente për ta mirëkuptuar ose për ta kuptuar më shpejt territorin, edhe për ta interpretuar atë, sepse është shumë e rëndësishme të fotografosh në mënyrë të çfarëdoshme, por ama edhe ta interpretosh atë që të transmeton ajo që ti shikon. I mirëpritën besoj këtë sugjerime. Ishte e vlefshme për edhe vetë faktin atë që ata mund ta zbulonin në një kohë më të gjatë, nëpërmjet një sqarimi edhe mënyrë se si ne njohim Pogradecin, i ndihmoi ata për të fokusuar tek pikat më pikante. Ajo që vura re edhe tek planet e materialit kronikës, nuk kam përdorur vetëm aparatet e tyre, por kam përdorur edhe telefonat.
Pra fotot janë bërë nga të gjitha anët. Nuk janë kursyer, le të themi, në kohë. Kanë gjetur mundësinë dhe kanë shfrytzuar, shkrepjen e kanë bërë. Për shkak të efektit edhe të rrjeteve sociale që ata donin po nuk bën vetëm foto, aty u bën edhe video, ishte ideja është një vajzë e cila përdor një teknik të caktuar që bëri foto dhe ajo i përpunon edhe do i paraqes në një mënyrë tjetër, sepse e kam parë që është duke punuar tani dhe e ka si thua vepron mbi ato foto, kështu që është një proces pune i tyre që ne kur e shohim produktin na pëlqen, është diçka interesante, shumë e bukur për syrin, por nëpërmjet atyre fotove patjetër që mund të jenë baza e shumë gjërave të tjera që ne jemi duke punuar. Dhe kjo është gjëja që sa më në mënyrë më të zgjuar ne të përdorim artin, pasi arti është një armë shumë e fortë për të çuar përpara kulturën, turizmin, ashtu siç ka ndikim në shumë raste si Teto Olga apo gjëra të tjera kulturore, që kur bëhen në vendin e dur dhe në mënyrën e dur, atëherë kanë edhe efekt social, turistik, patjetër edhe efekt për ekonomik, për zonën, për komunitetin ku ato zhvillohen. Më thatë që kishin bërë dhe video, po kishin aplikuar gjithë besëm me video. Po. Pras fotografisë. E nuk e dija, po e mësoj sot këtë gjë. Ju duk shumë pikë interesante dhe pika fundore doganës, unë i zbrita deri poshtë tek ajo pika e najazmës dhe ishte shumë interesante, pan të ndërthurur atë trashëgimin kulturore që ne kemi edhe brenda në Tushemisht, ju bëri shumë përshtypjet në pjesa tradicionale luleve të Tushemishtit, sepse ne shumë shpesh e shikojmë si një dekor, mund të blem kudo lule, por ajo pjesë që ne ruajmë dhe për shumë raste mund të duket shumë e thjeshtë dhe zakonshme për njerëzit që janë, për ata ishte shumë interesante, që ne aty pam lule shumë të veçanta që kanë qenë tradita, por që nuk i gjejmë në vende të tjera. Këto ishin gjërat që fotografuan sigurisht patjetër ato skenat e filmit që kanë qenë tek vendi i fshatit ku zonja nga qyteti. Ajo është evidentuar, po mua mu desh t'ju tregoja të gjitha pikat e Kuramaloja, dhe çdo gjë tjetër që kishte ndodhur, ato që munda domethënë të ekzistonin edhe t'ju shpjegoja. Po, kështu që është një po shumë histori interesante që jo çdo turist e ka mundësinë ta dëgjojë në mënyrën e dur kur e viziton. Kështu që edhe për ta ishte një mundësi shumë e mirë për të plotësuar atë pjesën e tyre të trashëgimisë kulturore. Trashëgimisë, po, patjetër. Normal, kryesat vlejnë, nxjerrin diskutime, ndonjë gjë që që u vu në pa nga kjo përplasje idesh. Po midis tyre ata kanë ato debatet sa ekziston fotografia profesionale, çfarë i bën ata që të lënë gjërat e tjera të merren me fotografinë. Këto pak a shumë po, ose për shembull çfarë do vlente në Pogradec të fotografohesh më shumë, patjetër që ishin këto, ose sa kohë ju mbetet për të fotografuar, kur mund të takoheshim prapë. Si mund të nisësh një ditë edhe sa kur mund të takoheshim prapë, po, çfarë i bën ata të largohen nga fotografia shumë herë dhe për këtë thanë shumë herë faleminderit që arritëm dot ta fitonim këtë projekt, ishin shumë falënderuese edhe kundrejt ministrisë që na e dha këtë mundësi, sepse financimi i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Po, ne fituam këtë si aplikim për vitin 2025, pasi në shumë raste fotografët kapen nga ritmi i punëve të tjera, jo se nuk e kanë mundësinë që të aplikojnë vetë, po mundësia për të qenë së bashku në këtë aktivitet ishte shumë e rëndësishme që ata t'i bënte bashkë. Po e përkufizoj unë një gjetje që ndoshta ti mund të rish me 2-3 veta, po jo me 10.
edhe të flasësh për fotografinë ose pasionin. Ishte një grup optimal, pavarësisht se unë në idetë e mia për ta bërë kolonin pak më të madhe, edhe në kohë zgjatje, po edhe në fotografët më thanë që për ne është perfekt të 10 veta, sepse edhe grupi i madh pastaj fillon ndahen, ata gjatë gjithë kohës fotografuan të 10, dhe kjo ishte edhe habia ime, që fotografuan të 10 bashk. Sepse duke ditur mënyrën individuale të artit, si kush do shkonte në përcepa të tjerë, fotografuan të gjithë bashk. Interesante ishin që fotografoni dhe njëri tjetrin, të shikoni fotografi të njëri tjetrit shumë, po, dhe kjo ishte vërtet, domethënë nga ato surpriza, çdo ditë kishim nga një gjë ndryshe. Për mua ishte eksperiencë që nuk përsëritet, por jam shumë e kënaqur që arrita ta realizoj. Do t'i lutem regjist jap një video, kemi një video, në fakt festohet një ditëlindje dhe ishte gjetje e bukur, e komentojmë pak. Qëlloj dita. Qëlloj dita, ishte njëra prej fotografëve apo fotografë që ka ditëlindje? Leo kishte. Ja, jemi këtu. Nga motrat, besoj? Po, nga motrat Milan. Punët në grup i kanë të bukura edhe këto surprizat. Tani Leo sakrifikoi të vinte për kolonin, kështu që duhet edhe ne t'ja jepnim një mundësi, po pra, një mundësi që ajo të kishte një moment për të... Jo, është ditëlindje e bukur edhe rrallë festojnë ditëlindjet kështu në grup themi artistësh. Po. Dhe të mendosh që janë artistë që nuk është se ishin që ndonjër grupë, edhe brenda një dite gjetën atë sinergjin për t'u afruar me njëri tjetrin, po është magjia e Pogradecit që gjithmonë. Po edhe, le të themi, surpriza ose ajo që ju i mirëmendoni gjërat që të kene edhe surpriza pastaj brenda tyre. Se jo gjithku ndodh. Duhet thënë dhe kjo. Është pjesë e punës, ne gjithmonë mundohemi ta bëjmë, po. Këtë shoqata jon këtë ka pasur qëllim. Ne kemi nisur në vitin që ka pasur ndërhyrjet në 2008 që nisi ideja për të ndryshuar diçka në Drilon, në Tushemisht, dhe gjithmonë shkaku që ne kemi krijuar shoqatën ishte se si mund të kontribuonim në ndryshimin e hapësirave publike me impakt në komunitet. Kjo ka qenë, dhe pavarësisht se mund të kemi pasur degëzime të punëve, në thelb ajo që ne kemi qëllim dhe vazhdojmë të jemi një grupim arkitektësh, pavarësisht se kemi të përfshirë edhe profesione të tjera të lidhura me këtë, me turizmin, me artin, edhe me pjesën e trashëgimisë kulturore, gjithmonë i jemi të prirur për të ndikuar në transformimin e hapësirave publike. Kur them në transformimin e hapësirave publike, nuk bëhet fjalë për transformim fizik. Të transformosh një hapësirë publike, do të thosh të ndryshoj, edhe një aktivitet mund ta ndryshoj. Nuk është e thënë që hapësira publike të ndryshoj fizikisht. Energjia që sollën fotografët atë ditë në pjesën sidomos tek plazhi i Uçkave dhe më tutje, ishte një ndryshim i hapësirës publike, që pati një ndikim mbase jo shumë të gjatë, po për atë ndikim që e pati. Por gjithsesi ato personazhe që pranuan të fotografoheshin, nesër do ta shohim veten në një album, dhe kjo përsëri është diçka që ka një ndikim në komunitet. Kështu që ne vazhdojmë të ruajmë qëllimin për të cilën ne kemi krijuar këtë shoqat, edhe do vazhdojmë ato aktivitetin ton në Pogradec, dhe jo vetëm, por qëllimi jon ka qenë i fokusuar, sepse ka qenë piknisja e këtij grupimi për të pasur ndikim, kontribut më shumë se sa ndikim. Ne duam të kemi një kontribut publik. Dua të bëj një pyetje. Shpesh, ndoshta edhe në pikturë, nuk kemi tituj të tablove. Fotografi do të kenë tituj, e kemi menduar një gjë të tillë, apo do të jenë në syrin e lirë të shikuesve kur ato të ndjen sy edhe emocion në ekspozita për t'u interpretuar lirshëm?
Të presim ta shikojmë, pasi ajo që ne kemi rënë dakord. Mund të mirëmendohet edhe kështu ose ajo është vepër e atij që e krijon dhe ne ram dakord në fund që kishin të nevojshme që gjithsecili të prezantoheshe me 4 ose 5. Unë e kisha menduar me 2, por më kërkuan që secili fotograf të prezantohet me 4 ose 5 fotografi, po, të cilat janë të lira të shprehen në mënyrën që duan, me emër, pa emër, të përpunuara, të shohim, mbase mund t'i vendosin titull, ose s'do t'i vendosin, nuk e di, por do respektojë gjithmonë autorësia e tyre. Po, është e vërtet, po jo të gjithë i lem pa titull, edhe pikturat. Ka disa që i vendosin titull, kështu që mendoj që edhe fotografët mund t'i vendosin titull. Në një qytet magjik si Pogradeci, ku drita është performancë kryesore e çudisë që bën arti, do jetë shumë vështirë me 4 fotografi se që toni ju të evidentoni, besoj të 10 do ishte. Jo, unë po thëmë sa do përfshihen të albumi, 4 për secilin, 4 herë 10, i thonë 20. E kështë mundësia, për këtë punë po e vonojnë edhe për zgjedhjen e fotografive, sepse reduktimi i fotove që ata mendojnë që do paraqesin, e bën këtë vonesën edhe në kohë për që ne të realizojmë këtë albumi. Për secilin fotograf. Po. Kjo do jetë të themi një katalog i vogël, sepse s'mund të themi libër, por po gjithsesi do i mbetet vlerës. Po patjetër, edhe mund ta shpërndajmë edhe në një formë digjitale që të tërë të kenë mundësi, por aq kosa nuk arritëm do të bëjmë forma paper edhe forma digjitale. Po, nuk arritëm do të bëjmë ekspozit, patjetër në mënyrë digjitale do shpërndahet. Mbase kjo është një arsye për ta përforcuar faktin e vazhdimësisë të kolonisë, që gjërat të cilat nuk arritën do të bëhen në këtë hapje, të bëhen në sesionin e dytë e të tretë në vazhdim. Kjo ishte provë e suksesshme. Ja, patjetër kur mbyllet bukur, finalizohet bukur, edhe pse mund të jetë era e parë, provë e suksesshme është. Faleminderit edhe ju, sepse ishit shumë pasqyrues për të gjithë koloninë. Po, ishte pranë në fakt kolonisë, sepse na u duk gjetje interesante të gjithëve si staf. Përçimi i kësaj përveç se është një vlerë për të gjithë, s'është asnjë gjë në patjetër, përderisa përfshiu qytetin edhe zemra e qytetit, media do ta përfshinte një projekt i tillë. Edhe mua më vjen mirë që ju e bët realitet në Pogradec në fakt, si datore ti. Të shpresojmë për herë të tjera. Po patjetër. Ndonjëherë pastaj për herë të tjera mbetesh dhe i frikur se kur arrin një lloj përsosmërie dhe etaloni. Jo, ka shumë të tjera për të bërë. Nuk besoj se kjo është. Jo, nuk patjetër atë që thamë që diskutuam, patjetër që janë shumë herë, si të thuash, e mbyllën të pangopur. E kuptoj. Vazhdimësia do jetë edhe më intriguese. Lindin gjithmonë gjërat e tjera, më të bukura, më interesante për të bërë. Mirë, ne do të vijmë të flasim edhe në pjesën e tretë për këtë projekt, për fotografim, për prezencën e 10 fotografe që u bën pjesë e kolonisë, së parë do ta quaj të fotografisë në qytetin e Pogradecit. Në base mund të ketë pas, nuk e di, unë s'kam informacion. As unë se kam një informacion, piktorësh ka pasur, po fotografësh. Gjithsesi, unë e përshëndes këtë nismë që po e quaj të parën. Do kalojmë publicitet dhe do të kthehemi pjesën e tretë. 5, 4, 3, 2, 1. Ajo e përballonte çdo stuhi me buzëqeshje, me energjinë më pozitive. Pra nëse je nga Afrika, si je bardh? Më interesante? Hej, unë ditëfuz ju dorë ngoj, do në të shosh? Gjoksi im më tregon çdo herë që vjen stuhia. Sepse disa stuhi me zi i pret. Hej, përshëndetje! Aktualisht janë 20 gradë dhe ka 30% mundësi që ka filluar një stuhi. Ndi stuhin, Storm Energy Drink. Your hair color is as beautiful as mom's back in the day. Long-lasting, intensive, and caring colors. From Palette, Europe's #1 in coloration. Palette Intensive Color Cream for all shades of life.
Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic. Skip zbuloi sekretin për të gjitha llojet e njollave dhe me që i njohim më mirë, ne kemi krijuar Skip Active Clean. Skip Active Clean ofron rezultatet më të mira në menjanimin e njollave të forta, fal fuqisë së tij të zbulimit të njollave. Skip Active Clean, partneri juaj kundër njollave të forta. Ruajeni në vende ku nuk arrihet nga fëmijët. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy in this doing you ain't never seen. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Jemi rikthyer në pjesën e tretë, zonja dhe zotërinj të Infoftes. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur këtu në televizionin Sot 7. Me mua avion të jetë ftuar edhe në këtë pjesë të tretë Diana Mila, arkitekte ideatore e projektit Glint Koloni. Ndonjëherë kur themi Glint, nuk e di pse më shkon mendja te Klimt, Gustav Klimt. Janë shumë afër. Glint, po, okay. Faktikisht ishte dhe kjo, po ne si grup, po, ishte për të ngelur një shkurtër, sepse zakonisht emrat kur i ve 6 gjithmonë shkurtohen, edhe për të qenë Glint është diçka që edhe tingëllon bukur, por është edhe shkurtër. Edhe për të qenë diçka më inovative. Kjo ishte arsyeja që e vendosëm, por ajo është fjalë që është unike, kështu që është edhe gjëja që e personifikon Pogradecin më mirë. Në pjesën e dytë ne thamë që definicioni i gjithë këtij rrugtimi të parë do të ishte bukur të kishte një ekspozit, edhe folëm për ekspozitën, që do të bëhet ndoshta realitet në edicione të tjera. Por ajo që është pjesa finale, produkti do të jetë një album, një libër, një botim, një katalog që sigurisht do ishte mirë të ishte edhe në paper. Ketë menduar për kurimin që do t'i bëhet këtij katalogu, për përzgjedhjen e fotove, besoj do të marrin pjesë profesionist. Po, vetë fotografët që janë, vetë fotografët do prezentohen me fotot që ata do zgjedhin vetë, sepse është zgjedhja e tyre, ndërsa për albumin është Leonora, cila është edhe arkitekte, dizajner dhe fotografe, sepse është bashkëautore bashkë me mua, bashkëorganizatore për komplet koloninë, sepse pavarësisht se unë ideova, ajo ishte pjesa, si të thuash, Milan. Po, goca e ditë lindjes, sepse ajo, si të thuash, gjente atë gjune përbashkët midis meje dhe fotografëve. Si të thuash, në të gjithë organizimin, ajo ruajtja të kontaktin e atyre, do marrësh këtë lente, do marrësh atë lente, do punojmë kështu, apo do i bashkojmë fotot, dhe produktin e mënyrës si, po, patjetër, por ajo do jetë ajo që do formatoj dhe do faqos këtë gjë. Mendoj që në vazhdimsi, duke parë ato që ata kanë fotografuar, po mendoja për disa kartolina interesante për Pogradecin. Dhe këtë dua ta realizoj pak më vonë. Jo, ajo është me fotot që janë bërë deri tani, po mendoj që siç u bën vjet mund të peshkatar, takoj një peshkatar, kemi 2 kartolina me peshkatarët mjaft interesante, edhe për këtë është jashtë projektit, por tani me produktin e këtij projekti, mbase mund të realizohen disa kartolina të bukura për Pogradecin, gjë që janë duke menduar domethënë në vazhdim, po patjetër pasi është diçka që duhet të jetë gjëja e parë e lashmërisë të gjërave për të rikthyer edhe një herë atë mënyrën sentimentale të urimit, që është kaq shumë e nevojshme. Se deri tani na ka bërë pak edhe makineri
rrjetet sociale, elektronika. Ka ardhur momenti që do rikthehen, edhe po rikthehen në shumë mënyra, mënyrat e kujtimeve që mbeten reale, po rikthehet, jo vetëm në Shqipëri, kudo në botë, njerëzit e kanë të nevojshme, kështu që mendoj që i përveç katalogut mund të ketë edhe disa kartolina të cilat mund të jenë një produkt shumë i mirë nga kjo koloni. Tani po më lind dhe një pyetje në fakt për ty. Shkrepe fotografi? Po. Shkrepe? Si jo, po. Patjetër që po. Po bërë pjesë e kolonisë. Sigurisht që po. Përgadeci është koloni gjithmonë. Po, unë jam çdo ditë në... Po, në veçanti, ajo që unë... Ishte pjesa kur shkova tek moli i qytetit, që kemi ne tek Enkelana, sepse shumë herë ne kalojmë aty edhe asnjëherë se marrim mundimin që të shkojmë deri në fund, se me idenë se këtu është edhe do shkojmë gjithmonë. Është një pikë, nuk e di çfarë quhet, ushtarake s'është ajo, po kështu e doganës. Jo, ata ishin shumë të mirë kuptueshëm edhe ne shkuam, po me atë rast u shkova edhe unë, edhe fotografova që s'para i bëj që aty edhe ishte në një moment kështu brillant pjesa e bimëve të egërt, ku shkoja për te dogana e Tushemishtit, kishte një pafundësi të atyre bimëve që mund t'i shikosh në revista dhe ne i kemi të gjitha aty dhe i kam fotografuar të gjitha tek, edhe fotografët e tjerë, po unë e vura si qëllim në vetë atë mbasdite, dhe kështu që po, kam bërë shumë foto. Tani do më dalë një punë që unë t'i gjej emrat atyre dhe për të thënë cilat janë speciet në ruajtje, cilat janë, edhe po ishte vërtet shumë e bukur. Unë nga kontaktet që pata me fotografët, nga ato pak pyetje që u bëra, kishin fotografuar edhe në atë pak diell, në atë vrenësirën e madhe që i shoqëroi në ato 2 ditë, fotografuan edhe natën me sa mora vesh, kishin fotografuar edhe nga dhoma e hotelit ku akomoduan, pra kishin shfrytzuar çdo moment të dritës edhe e kishin përjetësuar. Po, të hapësirës. Kjo tregon sa janë përfshirë ata, sepse nuk e kishin detyrim të çoheshin në 5 të mëngjesit apo në 12 të natës kur kishin dalë që kishin fotografuar. Kjo tregon që ata u përfshin, u bën pjesë e qytetit edhe e shijuan atë. Unë duat ju lem pak më shumë edhe vënd fotografëve, ne i ndoqëm shkurt në pjesën e dytë, por intervista që unë kam realizuar në atë, ka qenë pak me plot. Po, keni bërë shumë mirë sepse... Për t'i evidentuar. Unë do doja shumë që ne t'ishim të gjithë në emision, po pa mundësia për ta realizuar emisionin ato ditë që ata ishin 2 ditë, sepse në të vërtet ata duhet ishin këtu sot për të treguar eksperiencën e tyre. Prandaj dhe unë tregoj me rezervuar të flas në emër të tyre, po kam qenë shumë korrekte në ato që thash çfarë ata më transmetuan mua, kështu që mund t'i ndjekim të plota. Po, do t'i ndjekim të plota tani në këtë moment, intervistat. Pogadeci për mu nuk është hera parë që vizitoj dhe eksperienca në të fotografuar, gjithashtu jo hera parë, por eksperienca në një grup mes artistësh, të cilat kemi të gjithë njëjtin synim dhe dëshirë me eksploru në formatet ndryshme të fotografisë, pak janë unike këtë herë. Nëpërmjet kësaj kolonie kemi arrit me pa një mënyrë diverse edhe qytetin, edhe banorët, edhe për mu pak janë tetë frymëzuese, si nga ana produktive e materialeve, por gjithashtu dhe nga ana e veprimit social. Një eksperiencë tepër e bukur. Një fotografe nga Shkodra jam unë, e kam marrë dhe kam shiju Pogradecin në një tjetër dritë. Ishte një eksperiencë e bashkëndarë edhe me kolegë të tjerë fotograf, duke pa ngjyrat e mrekullueshme të Pogradecit, e mikpritjen dhe frymëzim normalisht për dhënë një kontribut edhe për qytetet tona me punën tonë. Një gjë e bukur që doja me bashkënda është
njerëzit që kam taku, sidomos një zonjë, momentin që i përshëndesnim, ato na thonin gëzuar ardhshi, një urim tepër i bukur edhe uroj gëzuar të vi, me gëzuar ta gjejmë dhe Pogradecin në përvoja të tjera që janë edhe një përvojë mirë dhe për qytetin. Ishte një eksperiencë vërtet e bukur, pavarësisht se unë Pogradecin e kam vizituar disa herë dhe e njoh shumë mirë si qytet, këtë radhë ndjesia ishte e veçantë në përjetimin e qytetit. Gjatë kësaj kolonie unë mësova të eksperimentoj me fotografinë e peizazhit, duke qenë se nuk ka qenë pjesë e objektivit tim fotografik, por kjo eksperiencë më mësoi dhe më hapi horizonte të reja krijuese. Për mua ishte në kënaqësi shumë të madhe dhe një nder që më ka mbushur një grup shumë spontan edhe e kam mësuar shumë nga artistët që janë. Pjesë e kolonisë. Pjesë e kolonisë. Për mua, kam marrë një perspektivë të reja nga Pogradec. Unë kam ardhur shumë herë në Pogradec, por kur kemi ardhur te kolonia, domethënë është të vish edhe jo si turiste, edhe kjo ishte pjesa më e bukur, edhe nuk mund të mos të bie në sy dashmëria e njerëzve, ngotësia, domethënë afërsia që ata kanë me ty, edhe ata u ndjen mirë me fotografin dhe fotografinë në përgjithësi aparatin. Po, nuk kanë pas siklet në përgjithësi në shumë vende ndryshme njerëzit e ndjejnë sikleta, po kështu ata janë shumë të hapur, domethënë ndërkohë vazhdojnë procesin e tyre të përditshme. Domethënë pastaj është e bukur edhe qyteti është shumë inspirues për artistët dhe shpresoj shumë që të ruhet peizazhi, sidomos Elbregdeti, mos të bëhen ndërtime si në qytetet e tjera, është shumë e rëndësishme domethënë për njerëzit që jetojnë këtu, sepse duket se e duan shumë qytetin. Kjo koloni që jemi këtu në Pogradec ka qenë shumë e bukur dhe një gjë që do të veçoj është sepse kryesisht organizimi i shohim në Tiranë, edhe kur shpërndahen në qytete të vogla si Pogradeci, për mua jo vetëm si artiste më bën të ndihem mirë, por edhe që mësoj më shumë për qytetin dhe njerëzit këtu kanë qenë fantastik, bashkëbisedimi me ata, bisedat e këtyre që kemi kaluar ka qenë vërtet shumë frymëzuese. Po këndi që ju ka bërë më shumë përshtypje? Po këto rrugicat që shikoje këto njerëzit që duke punuar, duke bërë puna akoma artizanale, që nuk i gjen ndoshta në qytete të mëdha si Tirana, janë ata gjëra që të lënë shumë bresa. Unë jam një fotografe nga Bençi, jam pjesë dhe motra dhe paja, 3 vet. Ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë, domethënë si mos kam pas ardhur shpesh në Pogradec, por këtë herë ka qenë një lloj ndjesie tjetër që jam lidhur më shumë, duke te Diana që na ka ndihmuar, ku na ka treguar më shumë për zonës dhe ne jemi lidhur më shumë me zonës. Gjë që kemi përcjellur edhe me anë fotografisë. Keni bërë shkrepje, besoj, pafund. Po, pafund edhe tani që po i shikojmë, na ka pëlqyer, por që është si po i risjellim pak dhe ato çfarë kemi kaluar gjatë ditës. Kujtimet. Po, kujtimet. Për mua ishte hera e parë në Pogradec dhe ishte një eksperiencë shumë e veçantë. Më pëlqeu shumë peizazhi, kishte larmishmëri ngjyrash dhe mbi të gjitha drita kishte një gjuhë që fliste në mënyrën e saj në heshtje, pikërisht heshtja ku shpreh ndjesi të cilat nuk i shprehin dot me fjalë. Dhe ishte një moment reflektimi dhe kjo më bëri shumë mirë. Të gjithë grupi ishte në bashkëpunim edhe ishte një eksperiencë shumë e veçantë. Sa herë që vim Pogradec, zbuloj gjëra të reja. Është qytet që ndryshon, kështu që ke çat fotografosh sa herë që vjen këtu. Edhe gjithsesi përveç se është qytet i tillë, të ofron edhe mikpritjen e veçantë. Pogradecare, që besoj është reflektuar edhe te fotot e tua. Po, patjetër që është reflektuar, sepse kemi takuar njerëz, kemi komunikuar me ta edhe kanë qenë miqësor me aparatin. Goxha miqësor, do të thoya, shumë miqësor edhe të bënin për vete të ftonin në shtëpitë e tyre ose edhe bënin humorin Pogradecar. E veçanta që ke kapur ti këtë radhë në Pogradec. Dhe themi me ngjyrën, ndoshta detajin. Artisti ose personi, njeriu mbetet individualist, por në këtë rast ishim të gjithë bashkë edhe kështu që fryma ishte e përbashkët. E morëm emocionin edhe të protagonistëve, vetë fotografëve,
që ne kishim në një ditë gjysmë këtu në Pogradec. Kjo ishte pak a shumë, unë nuk dua që të shpreh më shumë gjëra që ata do t'i shprehin me atë që do na tregojnë. Kur fillon një projekt madhor ke emocionin, po emocionin e ke edhe kur mbaron për të bërë gjëra më të mira. Kur mbaron ke atë qetësinë dhe kënaqësinë që të jep kur del mirë, por ama pastaj ajo të fillon të çon pastaj për të mendosh gjëra të tjera. Po, koha është shumë ekspresive tani sa ti je në vazhdim për çdo lloj gjëje, gjithsesi jam akoma duke shijuar atë, si të thuash, mbresën e, janë pak ditë, edhe ne jemi akoma në komunikim me njëri tjetrin duke vazhduar, domethënë në lidhje me koloninë që ndam me njëri tjetrin. Po pra, është akoma, eksakt, është akoma vazhdimsi, pavarësisht se quhet e realizuar si aktivitet, ka atë kulmin e emocioneve kur ndodh aktiviteti, ndërsa tani thjesht shijon ato që ti përfiton nga, ose si të thuash arin nga ajo që bën. Mirë, ne po shkojmë në fund të infoftesës, do doja edhe një herë të përqendrohemi pak tek botimi. Jemi gjithsy ndoshta, po edhe vesh drejt lajmit që do dëgjojmë. Po patjetër, jo, nuk besoj se do na evonojnë shumë, domethënë produktin, jam në pritje të atyre 4 fotove të secilit për ta botuar, s'ka asnjë vonesë, sepse sot e gjejnë shumë kollaj mënyrën për ta stampuar. Në momentin që do jetë, unë patjetër që edhe juve si televizion mund t'ja vëni në mënyrë digjitale, pasi juve emisione artistike keni në vazhdimsi dhe mund ta shpërndani për çdo që është interesuar ose mund të jetë pjesë e ndonjë të themi e prezantimi tjetër. Në studion tonë. Kështu që është diçka që do e keni edhe juve së shpejti. Faleminderit. Diana, unë të falenderoj në gjithë ndërmarrjet, rrugtimin që ti bën, jo vetëm artistik, por edhe profesional si arkitekta. Faleminderit, kjo është më të themi si pjesë frymëzuese, qoftë edhe për profesionin tim, sepse është mënyra më e mirë se si ti mund të vesh në funksion atë që di të bësh për të ndryshuar energjinë e njerëzve të tjerë, ose si të thuash për të qenë si piknisje që njerëzit të frymëzohen për punët e tjera. Atëherë edhe një herë faleminderit edhe në emër të Pogradecit artistik që krijon edhe mbetet edhe do të mbetet në vazhdimsi. Modestisht faleminderit juve. Të nderuar miq, kemi qenë në Infoftesë, këtë radhë kemi folur për koloninë ndërkombëtare të fotografisë Glin Koloni, sigurisht një iniciativë e arkitektes ideatore së këtij projekti Diana Mile. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 për gjithë ata që nuk e kanë parë, ndërkohë që takimi i radhës do të jetë ende tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natën e mirë.